Zoti Gjin Gjoni, për procedurë. Jo, Zoti Gjoni ka kërkuar para, madje duhet të kërkojë ndjesë se ishte para të tjerë. Faleminderit zoti kryetar. Të them të drejtën, mu më duket i çik anormale që të filloj të ngrihem këmbë, të bërtas për të marrë fjalën, megjithëse e kam shtypur butonin që në momentin e fillimit. Këtu po interpretohet në lidhje me kushtetutën dhe po jepen aludime nga më të ndryshme. Për sa kohë që gjithë deputetët e parlamentit shqiptar kanë një kushtetutë përpara, kushtetuta duhet lexuar ashtu siç është. Dhe unë nuk e kuptoj, të them të drejtën, se si ka mundësi që këtu vihet edhe i hidhet hipoteza në lidhje me ligjet të cilët do sillen në parlament, të cilët janë ligje në përputhje me kushtetutën. Unë e kuptoj që të drejtën dhe fjalën e fundit e kanë anëtarët e gjykatës kushtetuese për të dhënë interpretimin përfundimtar të kushtetues. Por në rast se do lexohet kushtetuta dhe me projektligjin të cilin juve keni futur në procedurë për dhe në planin e kuvendit, rezulton që kërkoni që të përjashtohet antari i gjykatës kushtetuese, avokati i popullit dhe kryetari i kontrollit të lartë shtetit. Po ti referohesh kushtetutës dhe po ti shkosh nenit 73 të kësaj kushtetute, dhënia e autorizimit është lidhur me imunitetin, sepse të gjitha mjet e tjera procedurale, ligjvënësi dhe kushtetuta ja ka dhënë spakut ose organeve të tjera të procedimit penal. Tani, në rast se i referohemi në 128.3 të kushtetutës, kushtetuta e ka thënë në mënyrë taksative që antari i gjykatës kushtetuese pezullohet dhe ka dhënë 3-4 elemente. Një prej tyre, që është më shumë se sa masa e sigurimit, është rasti kur merret i pandehur. Dhe kushtetuta e ka dhënë në mënyrë taksative. Po të referohemi nenit 61.2 përsëri të kushtetutës në lidhje me çështjen e avokatit të popullit. Në këtë dispozit ligjore thuhet që avokati i popullit gëzon imunitetin e antarit gjykatës kushtetuese, gjykatës lartë. Dhe po të referohemi në 140 të kushtetutës, është dhënë në mënyrë taksative. Antari i gjykatës lartë pezullohet nga detyra në rast se fillon një çështje penale, merret i pandehur. Në rastin konkret, çfarë imuniteti ka ministri më shumë se antari i gjykatës lartë, avokati i popullit apo kryetari i kontrollit të lartë shtetit? Nuk ka. Kështu që veni gishtin kokës, nuk mund të realizojmë ndryshime procedurale në kodin e procedurës penale me frymen e kushtetutës, se kushtetuta e ka përcaktuar në mënyrë taksative, bien kundërshtim të hapur. Juve keni një hall, unë e kuptoj, që kërkoni të jep një imunitet disa ministrave dhe zyrtarëve të cilët ju shërbejnë. Por McAllister, se duhet ta përdorni edhe nga krau tjetër. Ta përfundoj fjalën. Ja, ta përfundoj. Heqja e imunitetit ose dhënia e autorizimit, siç e ka parashikuar neni 73, është test kritik për Shqipërinë dhe për Parlamentin. Kështu që duhet i vëmë gishtin kokës dhe kushtetutën ta lexojmë ashtu siç është shkruar, jo ashtu siç kemi shef. Faleminderit. Faleminderit zoti Gjoni. Zonja Ina Zhupa, procedurë sipas radhës zonja Zhupa. Faleminderit kryetar, kam 2 seanca në fakt që e pres sipas radhës që nga seanca e kaluar, po më mirë vonë se kur. Ky parlament duhet ishte i shqetësuar dhe duhet ta kishte futur në rendite për diskutim raportin e dalë nga Transparency International, ku Shqipëria ka rënë me 11 vende për sa i përket korrupsionit. Jo vetëm që parlamenti nuk e diskuton, po parlamenti është bërë strofa më e lartë e korrupsionit, duke prodhuar atë që quhet nga Departamenti Amerikan i Shtetit korrupsioni legjislativ. Këtu është bërë një fabrik ligjesh me porosi, të cilat vinë sipas orekseve o për të mbrojtur qeveritarët, ose për të dhënë copat të Shqipërisë oligarkëve dhe klientëve, dhe ne do duhet thjesht që të votojmë. Ne të flasim kundër, kartonat i keni gati dhe të prodhohen ligje për të dhuruar Shqipërinë. Keni formën e dytë të sofistikuar që kalon përsëri sot me një projekt vendim që nuk e diskutojmë dot. Të asaj që quhet korrupsioni politik, ku njerëzit që duhet të ushtronin detyrat kushtetuese në mënyrë të pavarur, 3 muaj mbasi kanë lënë mandatin kushtetues, votohen mbështeten nga majoranca
siç është rasti ish kryetares gjykatës kushtetuese Olta Zaçaj, e cila nga kryetare e gjykatës kushtetuese për 3 muaj votohet nga majoranca socialiste si antare e Këshillit Mbikëqyrës Bankës Shqipërisë, por treguar në fakt atë që e kemi thënë gjithmonë që siç po e mbështesni sot, ju ka mbështetur në çdo vendimarrje në gjykatën kushtetuese. Së treti keni atë korrupsionin penal, atë për cilin ja u tha dje edhe McAllister që është testi kritik. Dhe testin kritik ju keni 2 muaj që e mbani në zyrtaret e kuvendit. Keni 2 muaj që i garantoni mbrojtje zëvendëskryeministres, ministres tuaj dhe deputetes tuaj. Korrupsioni penal është ai në fakt që cënon drejt për drejt edhe atë që jeni mburrur vetë, reformën në drejtësi, e që ju do të ishit pishtarët e reformës në drejtësi. Por ju reforma në drejtësi është shumë e mirë për aq kohë sa merret me opozitën. Po kur vjen puna që duhet të arrestohen dhe duhet gjykohen antarët e qeverisë, atëherë ju ndryshoni ligjet, atëherë ju merrni masa për të mbyllur në zyrtaret e kuvendit dhe atëherë po nuk ka më si kuptim për ju reforma në drejtësi. Ndaj do t'ju lutesha që ta fusni në rendite të kësaj seance ose të seancës së ardhshme një diskutim për raportin për korrupsionin në Shqipëri, se Shqipëria ka humbur plot 11 vende dhe kjo është e gjitha merit ekskluzive e qeverisë tuaj dhe majorancës tuaj. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Zhupa, ju e dini shumë mirë se si futen në rendin e ditës çështjet. Nëse realisht doni të trajtoni një çështje në rendin e ditës, ndiqni procedurën sipas rregullores dhe propozoheni. Me diskutim nesër. Nuk ishte diskutim procedurial, por zoti Strazimiri. Dhe në pas zoti Ndoja. Zoti kryetar, procedurialisht ke 2 muaj e gjysmë që je në shkelje të kushtetutës dhe të rregullores kuvendit. Ka ardhur një kërkesë nga prokuroria. Kjo është deklarat, nuk është arrestuar, është për procedurë. Kjo është deklarat patetike. Është rendi i ditës. Është rendi i ditës. Të thotë, kur vjen kërkesë nga prokuroria për të arrestuar një antar të kabinetit qeveritar, i cili gëzon imunitetin që ka deputeti, ti do ta marrësh në shërbim me një herë. Në qoftë se diskutojmë çfarë është me një herë, është mund të jetë logjikisht, nëse në bie e shtun, bie e dela, duhet presim të hënën, jo 2 muaj e gjysmë as 3. Në një kohë kur afatin gjithë ke 3 muaj, nëse nuk thënë përgjigje, do të thotë kërkesa ka rënë. Të thuash po mendohem se a mund të ndërhyj apo s'mund të ndërhyj ke qeveria, prokuroria dhe drejtësia dhe pastaj do të marrë vendim, është një gjë që kjo është nonsens, kjo fyen inteligjencën e shqiptarëve. Ndërhyn që ç'kemë te prokuroria tek gjyqësori, i ve hekurat. E kemë kushtetutë, e kemë rregulloret kuvendit. Nuk ka imunitet antari i Këshillit Ministrave në vetvete përveç se asaj që kushtetuta i njeh deputetit. Brenda seancës duhet vi këtu dhe të merret vetëm një vendim. Këtë ka detyrë ky parlament të bëjë. Mos ndoshta prokurori kërkon të persekutojë politikisht zëvendëskryeministrin e vendit, në qoftë se nuk ka prova të kësaj natyre, që po kërkon ta persekutojë politikisht, i jepet leja të vënë ta marrin atje ku e çojnë. Në çdo shtet normal, çdo qeveri, në momentin kur një prej antarëve të kabinetit, i bie qelesha tek prokuroria, në sekond e shkarkon vet. Thotë shko merru me drejtësinë. Këtu tek ne fillojmë të futemi, në çështje kushtetuese, marrim shkruajmë budalliqe, goxha jurista marrin shkruajmë budalliqe ke kodi procedurës penale. A ndërhyn apo s'ndërhyn, do drejtësia ndërhyn që ç'kemë te i vehekrat, e kemë kushtetutë. Ti ke vetëm një detyrim, ta marrësh me një herë tu të keni kur ajo më thone. Kjo po persekutohet politikisht nga prokuroria, që nga një moment ai prokuror mund të jetë më në detyrë. 2 gjëra ka, doni t'i mbani gjallë dhe Edi Ramën me Belindon kryeministër, duke vazhduar të vjedhin, dhe spakun veprën e artit që keni bërë në reformën drejtësisë t'i mbani pa prekur, njëri për tyre do vdesi sot. Për shkak të kësaj kërkese që ka bërë prokuroria, të dyja bashkë nuk mund të jetojnë. Kështu që merrni sillni në seancë, riktheni kushtetutshmërinë e këtij kuvendi, sillni në seancë dhe keni kurajë të thoni jo prokurorisë, që ju e bot, jo ne. Ti thoni drejtësisë së pavarur, që kur nuk do të thonit jo, jo Belindon nuk e japim, Belinda o muerte. Mos shkruani budalliqe, mos bëni budalliqe. Ju kanë kapur se s'është ulësiu këtu. Këtë cucën ulësiu ja kanë kap keq. Me procedurë nuk e shpëton dot. Faleminderit.
Fjala e fundit për procedurë, zoti Ndoja, dhe vijojmë me interpelancën. Jo, keni folur. Fillojmë me interpelancën. Ju doni ta kryeni atë që keni ndërmend ta thoni që në fillim, dhe pastaj kolegët e tjerë ju ikni në shtëpi dhe kolegët e tjerë vazhdojnë punën. Jo. Zonja dhe zotrinj, deputet, duhet të fillojmë punën që kemi planifikuar për sot. Askush deri tani nuk ka folur me ndonjë përjashtim të vogël për interpelant. Të gjitha kanë qenë fjalime politike. Mos abuzoni me këtë hapësirë që ju jep rregulloria. Zoti Ndoja.